Aleksandër Koçeku, i dyshuar si i përfshirë në planifikimin dhe ekzekutimin e Pavlim Prekës, i vrarë në oborin e shtëpisë së tij në 26 shkurt 2025 në fshatin Guciere të Shkodrës, u gjeti ekzekutuar me armë zjarri pasditën e së shtunës në aksin rrugor Prek-Kalkir në zonën e Dukagjinit. Policia e Shkodrës në një njoftim paraprak bëri të ditur se Aleksandër Koçeku u gjeti pa jetë brenda automjetit me të cilin po udhëtonte. Të dhënat e para flasin për një prit të organizuar, ndërsa dyshimet për mënyrën e ekzekutimit forcojnë pistën se vrasja e Aleksandër Koçekut mund të jetë kryer për gjakmarrje. Pas marrjes së njoftimit, në zonën malore kanë bërritur shërbimet e policisë të cilat kanë nisur kontrolle intensive për lokalizimin dhe kapjen e autorit ose autorëve. Megjithatë, për shkak të terrenit të thyer dhe largësisë së zonës, autori ose autorët dyshohet se kanë pasur avantazh për t'u larguar nga vendngjarja. Policia e Shkodrës bën me dije se paralelisht me kontrollet, ekspertët e kriminalistikës në drejtimin e prokurorisë kanë fiksuar dhe administruar provat në vendin e ngjarjes me qëllim zbardhjen e plotë të krimit, dokumentimin ligjor të tij, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar, pista e gjakmarrjes përforcohet nga fakti se ekzekutimi ndodhi vetëm disa orë pasi prokuroria e Shkodrës vendosi të zgjasë edhe me 3 muaj afatin e hetimeve për vrasjen e Pavlim Prekës. Sipas prokurorisë së Shkodrës, nga provat e administruara deri tani, rezulton se shtetasi Vasel Koçeku, Aleksandër Koçeku dhe Claudio Lisaj dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë planifikuar dhe realizuar ekzekutimin e Pavlim Prekës. Sipas hetimeve, motivi i krimit lidhet me përpjekjet e viktimës për të marrë për bashkëshorte vajzën e shtetasit Vasel Koçeku pa pëlqimin e saj.